Edicioni informativ me mua tash në studio është deputeti I Partisë Demokratike të Kosovës, zoti ish deputeti, më falni. Hisem Berisha, zoti Berisha, mirë se erdhe. Mirë se u gjithë. Nga ajo që peshohemi në muajt e fundit, nëse mund të them, nga dalja e zgjedhjeve, situata politike në vend qyshe përshkruani jo si ish deputet? Po tani, faktikisht Kosova me këtë sagën e këtune vazhdimeve të seancës konstituitive ka hyrë jo në një defunksionalizim të shtetit, sepse institucionet apo shteti ka ecë në autopilot. Nuk është me duhet ligja, por është autopilot dhe normal se funksionojnë ato segmentet e cilat varen nga administrata. Mirë po ka hyrë në një krizë identitetit shtetëror dhe politikë të atyre që përfaqësojnë votën qytetare, për mes këtyre seancave, të vazhdimit seancash për konstituimin e kuvendit, ose zgjedhjen e kryetarit kuvendit. Kjo te zgjatje, për te moralit politik, kanë zirën pa shumë elemente. Njëherë kanë zirën pa tendencën e kësaj qeverie dhe ka të regu ftyrën e vërtet, edhe të qeverise, dhe më thonë 4 viteve, apo mbi 5 kanë qenë bashkë prej vitit 2019, të qeveriseve të kaluara. Pra një tendencë për ta konsideruar demokracinë si një mekanizm që shtetin pastaj përdorin si një mjetë, por shtetin si një pronë dhe pastaj administrojnë duke këshndruar programin qeveritar në publikime të Facebookut dhe duke u munduar që çdo dështim ta mbulojnë përmes propagandës, por ja që vjen momenti kur gjithë shka pastaj zhveshët dhe del në sipërfaqe, sepse shteti është mekanizm ligjor. Dhe mekanizmat ligjor mund është me shfrytzu qof një interpretim diotomik, qof një hapësirë, për shkuar deri në një nivel të keshpërdorimit të pushtetit, I cili më vonë kthehet në një bumerang apo në një mekanizëm që të shkatron vetë në atë koncept që të gabuar që ke ndërtuar apo perceptim të gabuar për qeverisje. Tani ka dalë sheshit se këtu nuk kemi të bëjmë ma as me zbraztirë ligjore, sepse ligjet dhe kushtetuta flasin qartë për situatat pas zgjedhore. Nuk kemi të bëjmë as me blokim politik dhe krizë politike, sepse të gjithë subjektet kanë ofruar një alternativë se si mund delet nga gërqë dhe si që shkohet për para. Do më thane, kam parasysh subjektet të ndara, lete kja ka dalë me një opcion atje për një fazë tranzituar në qeveri, që une nuk e konsideroj e shof ma shumë si status quo për vazhdim të krizës, por ja që ka dhonë një opcion, Aleanca ka dhonë edhe emra konkret, Partia Demokratike ka qenë shumë e qartë, se këta njerë që kanë qenë pjesë e qeverisjes, u dëshmua se janë të gjithë të atakueshëm nga ligji për shkak të shkeljeve që kanë bërë gjatë procesit qeverisës. Pra të gjithë janë subjekti e hetimit të prokurorisë speciale. Deri të kryeministri I cili po shpërfill edhe sistemin e drejtësisë edhe prokurorinë, por megjithatë shteti nuk ngutet asnjëherë dhe nuk ka rënë asnjëherë. Kështu që këtu do ta dhëmë përgjigje. Tani, Partia Demokratike ka qenë e qartë. Këta persona s'mund të përfaqësojnë, nuk kanë integritet për të përfaqësuar ose për të udhëhequr me institucion siç është kuvendi. Prandaj keni alternativa tjera. Çka do të thotë kjo? Albulina Azhiu njëra prej Po pikërisht kjo është arsye që ka thonë pikërisht Partia Demokratike, se këta persona që kanë qeverisë deri më tani nuk përmbushin kriteret në rand të parë të integritetit. Se vlerat që duhet ta përcaktojnë një person që pretendon me marrë përgjegjësi drejtuese në shtet janë nderi, që duhet ndërtohet nga veprat e cilat vërtet I shërbejnë kombit dhe adheut, një histori të tërë, janë detyrë dhe përkushtimin në mënyra se si e kryejnë atë, janë besnikëria ndaj rendit, ligjit, kushtetutës, popullit e tjera, dhe është integriteti. Tash kur integriteti është I cenueshëm, I lëndueshëm, nuk mund të jesh I denj për të marrë përgjegjësi tilla siç është kryetari I kuvendit. Zonja në fjalë si emër për vlerësimin e spektrit gjëra apo gjithë spektrit politik brenda kuvendit nuk plotson këtë kriter për ta marrë këtë përgjegjësi. Dhe fakti se të gjitha partitë ofruan alternativa, del se këtu kemi krizë morale. Të moralit politik, s'po flas për moralin njerëzor. Krizë morale politike. Pra, se tani po del se këtu nuk kem bëjmë me një blokim për shkak të kalkulimeve veç të ngushta partijake. Këtu
për mendimin tim dhe në vlerësimin tim, kemë të bëjmë me një strategji të qëllimshme për një blokim institucional. Pse i shërben kjo? Ta them me përgjithësi se çdo objektiv që mund ta ketë subjekti politik që e ka mandatin ta ofrojë kryetarin e kuvendit dhe përgjithësinë ta gjejë kompromisin konsensual brenda spektrit politik kosovar, çdo objektiv që mund ta ketë këtë strategji nuk është në të mirë të Kosovës. Asnjë stacion siç po ndodh në krimin e institucioneve, stabilitetit politik, shtyrën e politikave integruese, për vazhdimin e procesit dialogut, i cili sot në raport me Serbinë është më larg se kurrë, për një marrëveshje të zbatueshme në Kosovë, dhe që është interesi i Kosovës, nuk është interesi i Serbisë. Të gjitha këto qëndrojnë shumë larg dhe këto tregojnë se nuk kemi të bëjmë me blokadat kalkulimin, por kemi një strategji të qëllimshme. Imagjinoni, tani u mor vendimin në Hagë, dhe ishte mundësia, me qenë se prokuroria ka kryer procesin e vet, ishte mundësia për një vendim për mbrojtjen e liri. Dhe këtu s'pat institucione që duhet të interesohen për këtë pjesë. Edhe pse atje po gjykohet edhe komplet lufta dhe rezultatet e saj, pra të lirisë që janë pavarësia e shtetit, e që janë kontestuar nga Serbia e janë konfirmuar nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Imagjinoni në këtë zvetnim dhe lënie vetëm të përballen me drejtësinë e liderëve kryesor të shtetit. Një vendim denus, si çfarë doshëm, ku do ta shpinte pastaj pavarësinë e Kosovës. Në qoftë se një vendim denus për një, siç e kanë cilësuar ata ndërmarrjet për pra këto janë elemente që të bëjnë me dyshu se ka një strategji që është anti-shtet, është anti-Kosovë. Mos flasim pastaj për segmente tjera që në fushën e sigurisë, arsimit, shëndetësisë, energjisë e tjera. Të gjitha këto sot po tregojnë se ky 4 vjeçar qeverisës i ka sjellë në atë nivel degradimi sa sot janë kthy në një fatkeqësi që ka prekur secilin qytetar të Kosovës, nuk për flas për bartës pushtetit, por secilin qytetar të Kosovës dhe e ka bllokuar pothuajse dhe Kosovën e ka nxjerr komplet jashtë lojës së procesit të integrimeve ekonomike, arsimore, politike, shëndetësore të tjera. Zoti Krasniqi ka qenë i pari që i ka thënë po ftesës së Kurthit për të dalë nga ngërshi politik. Dhe gjithmonë deklarimet pas seancave që po dështojnë konstituive janë që Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme për një zgjidhje. A qëndron ndoshta krejt zgjidhja tek emri propozuar për kryetarët kuvendit që është Albolena Xhiu, apo ka ndoshta edhe një kërkesë shtesë Partia Demokratike e Kosovës? Jo, ndëgjoj. Unë mendoj se tani Partia Demokratike e Kosovës e ka hapur alternativen, sepse ka qenë e gatshme të marrë pjesën në çdo ftesë. Ka pas gjykime pse ti shkon, s'duhet të shkojë. Jo, nuk është ashtu. Liderët politik duhet takohen, se nuk janë aty për inate personale dhe interesa personale. Ata përfaqësojnë votën qytetare dhe duhet të takohen me atë që është partia e parë fituese dhe e ka të drejtën dhe mandatin për ta zgjedhur kryetarin e kuvendit. Duhet takohen dhe kushtet, rrethonat për cilat ata nuk e mbështesin kandidaturën, t'ja thonë në tavolinë, ballë për ballë. Duhet takohen edhe në nivelin e presidentës. Sepse ti përfaqëson qytetarët dhe qytetari ndoshta një prej tyre thotë se unë do i kisha thënë këto kritere, këto kushte. Dhe ato ka për detyrë lideri politik. Pastaj, liderët politik janë ata që ofrojnë zgjedhje. Fjala politikan do të thotë njëri që ofron zgjedhje. Zgjidhje, më falni, për çdo problem. Dhe prandaj janë aty. Partia Demokratike dhe lideri i tyre ofroi zgjidhjet e mundshme. Ishte një ndryrim i kandidatit, jo nga stafi qeveritar, për arsye që i thash më herët, por ja ka mjaftueshëm personalitete brenda taborit të deputetëve të atij koalicioni. Dhe e dyta, ofroi edhe zgjidhje tjera. Shkojmë në zgjedhje. Ajo është e gatshme Partia Demokratike e Kosovës. Po si është e gatshme? Unë e kam thënë disa herë nëpër studio. Një parti që s'është e gatshme të shkojnë çdo lloj zgjedhjes, kurdo që ato mban, ai parti do ta mbyll partinë. Prandaj në partit. Ajo funksionon 24 orë, 360 ditë, nuk ka aty sot jam i gatshëm, nesër jam i gatshëm. Partit do t'jenë, sepse janë në proces politik, janë për të bërë politika, për të prodhuar politika, dhe unë mendoj se tani janë harxhuar të gjitha rrugët. Shife, u pretendua dhe ka qenë e drejtë që presidentja duhet të jetë si statusin që ka kushtetues mbi palët. Ajo që do ta ofrojë një alternativë. Duke përdorur edhe mekanizëm që quhet gjykatë kushtetuese dhe të kërkojnë një interpretim atje. Tani, kemi një rrethon shumë absurde që më shumë lidhet me moralin, sepse në kushtetutë ndoshta edhe e lën hapësirën. Kushtetuta ka krijuar këtë mekanizëm imunizues për parlamentin, që të mos jetë dalë si jo funksional. Mirë po, në qoftë se presidenti
zgjedhja e presidentit, ka 3 raunde për të zgjedhur. Nëse dështon në 3 raunde, vendi shkon në zgjedhje. Kurse kryetari i kuvendit 25 raunde. Tendenca për të zgjedhur. Cili është ky person? Cili është ky person që duhet shkojnë në 25 raunde? Kjo është absurditeti në interpretim të kushtetutës ligjit, por dhe çdo ligj dhe çdo politike ka një moral. Se ju të gjithë mund të justifikojnë, jo, ligji e lejon, si ishte do deklarat atje. Ne kemi detyrën me artu dhe me votu. Po, ne kemi detyrën me shku dhe me votu, është të vërtet. Por ama, ka dhe një moral në politikë. Dhe unë mendoj se këtu du ta kenë fokusin presidentja dhe interpretuesit e kushtetutës dhe kushtetutshmërisë këtë vend. Nuk mundet presidentit ketë 3 raunde dhe shkon zgjedhje, kurse këtë zgjedhja kryetarit kuvendit tjetë pa limit. Sepse vim në këtë situatë kur abuzohet me shtetin, me pushtetin, kur sabotohet shteti, si kjo është sabotazh. Lënia e shtetit në autopilot jashtë funksionimit politik është sabotazh ndaj shtetit. Dhe këtë po e bëjnë me vetdije partitë politike, me këmbgulje në persona individ të caktuar, ose unë e kam dyshimin tjetër se mund të jetë një strategji që çon në zhbërjen e shtetit. Dhe mos harrojmë, kur është bërë gara elektorale vitin 21, oferta e kësaj partie fituese sot dhe qeverisë deri djeshme ka qenë Republika e Tretë. Në qoftë se për 4 vite ne jemi përballur jo me demokraci, po me përjashtime, me linçime, pra me polarizime të skajshme, me përçmim të opozitës, jo me dialog, jo me respektim të ligjit. Tani po dhe rezulton se po don me ngrit një sistem autoritar, i të qenjes domosdoshmërisht në pushtet, dhe çdo zgjidhje që vjen për shteti të kaloj përmes individit. Personave gjëjat pa zëvendësueshëm. E këta njerëz nuk janë më burgshtetas, nuk janë shtetarë. Këta janë vetëm tregtar krize. Derisa pretendojnë se zgjidhja dhe shpëtimi i shtetit kalon vetëm nëpër ta. Tani është frika më e madhe se këtu po pretendohet që mbi rënojnë një pavarësisë që po dojnë me fundos, dhe një shtetit pavarur dhe funksionale dhe të njohur që po ndërtonim një demokraci, sa do ajo brisht, me gjithate përballë gjitha sfidave, edhe në ekonomi, edhe sociale, edhe në sistem, edhe në siguri, me gjithate mbijeton të dhe kishte një autoritet dhe kishte një trend integrimesh. Kurse sot jemi të zvetnuar tërësisht. Jemi të zvetnuar nga çdo projekt integrimi, qoftë ajo në Interpol, Europol, por më keqja, ishim të zvetnuar edhe në aspektin e sigurisë. Shife, sistemi i mbrojtjes, ushtria e tjera, nuk janë këto tema për populizëm Facebookash, apo ku ta diu në formave tjera të komunikimit masiv. Këto janë temat ndjeshme në cilat du të bëjmë shumë kujdes, sepse luhet me integritetin dhe identitetin e shtetit, luhet me sovranitetin. Dhe fati madh në këtë fatkeqësi, që nuk pati qeveri të bënte një gabim politik, e mos përfshihemi sot në Defender Europe 25. Imagjino kemi qenë të përjashtuar nga Defender Europe 23, nuk kemi përfill fare dhe s'kem qenë pjesë e Steadfast Defender 24, që kanë qenë ushtrimi ushtrak më i madhi i NATO dikun nga viti 1988. Nuk ka pasur një ushtrim më të madh, janë përfshirë dikun 90.000 trupa me 31 shtete dhe Kosova s'është përfill fare dhe u kriju një distancë e kooperimit Kosovës me NATO-n. Fati i madh që Shtetet Bashkuara të Amerikës, forca sigurisë, domethënë forcat armatose që po krijuan, janë produkti i asistencës së drejt për drejt, teknike profesionale të SBA-ve. Kemi fundsof agreement me ju dhe partnerëve të tjerë që janë brenda forcës, që na mbështesin permanent, dhe sot Kosova prap e ka atë vendin më meritor ose është qendra gravitetit të sigurisë, jo vetëm rajonale, po dhe globale, duke u zhvilluar edhe Defender Europe 25 në territorin e Kosovës, duke u vendosur edhe komanda divizionit amerikan, dhe as më tepër në Kosovë planifikohet vendosja e komandës së forcave amerikane për Evropë dhe Afrikë. Dhe kjo tregon se Kosova ka një peshë të madhe besueshmërie në raport me Shtetet e Bashkuara Amerikës, gjeostrategjike afatgjate, dhe këtu duhet të përmbushim në plotëni kërkesat e zonjës Kallak që erdhën në emër të Bashkimit Evropian dhe të SBA-ve për një ndërtim sa më shpejt të institucioneve funksionale, për një stabilitet këtu dhe për të fokusuar në politiket që na orientojnë ka integrimit euroatlantike dhe kuptohet për mbylljen e procesit të dialogut që është interes jetik për Kosovën. Një marrëveshje finale dhe 2 ratifikimi kufirit ndërkombëtar me Serbinë. Sa të ketë një kufir të tillë, vani mend se Kosova është
e lëndueshme dhe e cenueshme nga Serbia. Me që përmende dhe kufirin me Serbinë dhe më herët e përmende se sa duhen me qenë kujdesshëm ndoshta edhe liderët aktual që i kemi në pozita udhëheqëse në deklarimet e tyre. Së fundmi ka qenë ministri në dorëheqje i mbrojtjes zotë Ejup Maqedonci, i cili foli për një shtrirje të ushtrisë serbe mbi 70% të në përkufi, mirë po Kfori doli dhe tha të kundërtën se nuk kam pa ndonjë lëvizje më të shpeshtuar. A mendoni që këto deklarata ndoshta mund të nxisin diçka që nuk do të duhej të ndodhte? Tani unë këtu kam provu të shoh nga prizmi i komunikimit strategjik që duhet të ndërtojnë, jo nga cenueshmëria e sigurisë nacionale. Dhe nuk kam prit nga ministri të bëjnë një deklarat tillë. Prap po dëshiroj me thonë se mund tjetë e stisur nga politika ku ai takon tabori politik, që delet me një deklarat tillë dhe të krijoj një perdetymi për të tërhequr vëmendjen nga problemet të mëdha me të cilët përballet Kosova tani me bllokimin institucional që ka dhe shpërfaqen dalin sipërfaqe te keq qeverisjeve të këtyre viteve. Përndryshe, pas sa është absurde mbledhja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare nga ana e Serbisë, kur filloi Defender Europe, pas absurd është edhe deklarimi, do më thonë për të marrë masa mbrojtëse ndaj NATO-s, që po bën gjëja Serbia, dhe 98-99 e ka provu Serbia sa mund të mbrohet ndaj NATO-s, edhe jo vetëm Serbia, po provojnë shumë shtete tjera, agresorë tjera, dhe pas absurd është edhe deklarata e ministrit mbrojtjes. Të pretendohet se është real mundësia sumnit nga Serbia se pas ka mobilizu 70%, jo po leti mobilizojnë edhe 100%, dhe i ka fokusuar drejt kufirit Kosovës. Dhe rrezik real që të sulmohet Kosova është absurd. Në veti është një diçka që me të vërtet ministri duhet ta shqyrtoj pozicionin e vet. Aq më tepër kur këtë e demanton edhe komandanti i KFOR-it, që e ka përgjegjësinë ndërkombëtare me rezolut të OKB-s për ta mbrojtur pacenueshmërinë e kufive të Kosovës dhe ambientin e sigurt brendshëm. Pra, ky absurditet, kur këtu po planifikohet të vendoset komanda e forcave amerikane për Evropë dhe Afrikë. Merrni mend sa masa sigurie dhe çfarë territori i sigurt dhe i besueshëm do të jetë për një komandë tillë. Kur këtu keni prani ushtarake ndërkombëtare me rezolut Këshillit të Sigurimit të Kombëve të Bashkuara, që janë forcat e Kosovës apo KFOR-i, mandat NATO-s. Kur këtu keni një prani ushtarake amerikane permanente në kampin Bondstill. Kur këtu ke një shtim të trupave të Mbretërisë së Bashkuar dhe një rip tampon zonë që është kriju brenda territorit të Kosovës, për 1 kilometër që patrullojnë vetëm mbretëria, forcat e Mbretërisë Bashkuar. Kur këtu po ushtrohet, këtu po zhvillohet ushtrimi Defender Europe 25, dhe komanda divizionit amerikan është në Gjakov e vendosur. Dhe hapësira është mbuluar me këtë ushtrim, për mua është garanci mjaftueshme për me pas një paqe të qëndrueshme dhe është një absurditet i madh, qoftë për ministrin, po nuk është i vetmi ministri. Edhe kryeministri shumë herë ka provuar ta interpretoj çdo lëvizje të forcave serbe brenda territorit të tyre si tendencë për sulm. Një du ta kemi të qartë. Kur nuk shohet ambicia e Serbisë për ta sulmuar Kosovën. Kjo është fakt. Në çdo rrethon, e ka doktrinë politike, kishtare, ku ta diune, strategji, të mbanë ende në kushtetutë, e tjera. Por në momentin që në Kosovë do të krijohet një vakancë ndërkombëtare, në momentin që thuhet se ekziston më Amerika, atëherë mund të pritet nga Serbia gjithçka. Pra ka qenë një absurditet i llojit vet dhe ka pas dy komponente shumë të rrezikshme kjo deklaratë. Përkundër faktit se ndoshta është përdorur për ta krijuar, si thashë, tërheqjet vëmendjes nga problemet e brendshme me energjinë, me çështjet sociale, arsye me shëndetësi, gjitha janë në kolaps. Ka shkaktuar dhe ka reflektuar një mosbesim në partnerët dhe aleatet tonë ndërkombëtar. Dhe kjo nuk është e mirë. Sepse anti-amerikanizmin ke mujt me lexuar në çdo deklaratë tyre, prej se ekzistojnë në qeverisje dhe para se me në qeverisje, por anti-amerikanizmin fatkeqësisht edhe po ta merrni raportin e Komisionit të Bashkimit Evropian për zgjedhjet. Në nënshkurtit, keni me pa dhe aty tendenca për ta nxitur anti-amerikanizmin në Kosovë, e ndoshta edhe në nivel evropian, por unë përshtatësoj për territorin tonë. Pra thuhet ka pas ndërhyrje në zgjedhjen nga Serbia dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga administracion. Kjo thënë, ky formulim në raportin e atij komisioni, unë mendoj se do në shqyrtim. Në Kosovë duhet të kundërshtohet
Dhe unë presë se në ata minuta zyrtare komunikojnë, s'na raportojnë. Ne edhe Shtetet e Bashkuara do të kenë një intervenim, një reagim ndaj këtij komisioni. Sepse të pretendohet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërhyrë në zgjedhjet në Kosovë, kjo është absurditet dhe është me mision për nxitje të anti-amerikanizmit se këtë territor kështu e dëshirojnë. Moska kështu e dëshiron, Beogradi dhe Moska pretendon që derisa të përfundojë lufta e saj ta mbajë Kosovën në gjendje tensioni dhe krize, i duhet një për ta lehtësuar situatën e vet dhe dy për ta ruajtur protagonizmin e vet në territor. Çdo fjalë, çdo deklaratë, çdo veprim që i shërben këtij misioni rus dhe serb, unë mendoj se është në dëm të Kosovës dhe duhet dënohet dhe është fatkeqësi se këtu kalkulime politike vijnë nga nivelet qeveritare, qoftë kryeministit edhe ministra përkatës. Me që e përmende edhe Rusinë dhe luftën të cilën e zhvillon ndaj Ukrainës, a mendoni që ndoshta kjo kishte me qenë edhe fakti kryesor që Kosova do duhej ndoshta të përshpejtohej për disa procese në antarësimin në organizata ndërkombëtare dhe pas ndryshimit që është bën generali i ri i NATO-s, që është plus takimet që i ka pas me liderët institucional të Kosovës, a mendoni që do duhej ta ndronin lojën qeveritare tonë dhe të fokusoheshin më shumë në antarësim siç është Interpoli, NATO dhe organizata tjera? Na e patëm me thirrjet e zonës Kallas. Ishin të fokusuar pikërisht në orientimet tona për integrime euroatlantike, ku hyn edhe integrimi NATO. Na kemi qenë të izoluar, siç e thash, nga përjashtimi i Defender Europe 23. Pastaj mos përfshija fare në Steadfast Defender 24, kem pas një hendek që u kriju mes nesh. Përfshirja mënyrë, të thonë, u kthyer në qendër gravitetit të kësaj sigurie globale, tani në Defender Europe 25, ka kriju një mundësi për rikuperim të këtyre humbjeve. Dhe ky nuk është vetëm çështje se këtu Kosova përfiton vetëm nga trajnimet. Se ky Defender ka për qëllimin e testimit të aftësive për dislokim, nga SBA në Evropë qendrore apo diku tjetër. Pastaj të aftësive për kooperim të forcave të ndryshme, për parafrim të standardeve dhe ngritje nivelin e standardeve edhe të anëtarëve të ri që futen në sistem. Këtu Kosova ka një status beneficium sepse është ndër shtetet simbolikisht në aspektin numerik të ushtarake të tjera është shumë shtet i vogël. Mirë po që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot është epicendra, graviteti i komplet këtyre zhvillimeve. Tjetër, këtu jepet mundësia pastaj për avancim të infrastrukturës, qoftë lizore, qoftë infrastrukturë mbështetëse të këtyre trajnimeve, pastaj rritet pak a shumë edhe kredibiliteti edhe pranueshmëria me partnerët ndërkombëtar. Pastaj përçon mesazhe. Kjo përçon mesazhe për ata që kanë pretendime ndaj territorit të qoftë anëtarëve drejt për drejt NATO-s apo shteteve aleate, siç jemi ne me SBA-t, apo edhe me partnerë tjerë që kemi nënshkruar marrëveshje, atëherë çon një mesazh. Se këtu nuk janë të cënueshme bashkëlet. Dhe Kosova pra përfiton këtu, qoftë në përgatitjen e trupave të veta, dhe të bëren sa më të ndërveprueshëm me forcat e NATO që të jenë pjesë operacioneve mbështetjes së paqes, qoftë në analizën e atij hendekut, gap analyze, mes asaj çfarë ka dhe çfarë duhet të arrijë për të qenë pjesë e ndërveprueshme, full e ndërveprueshme, plotësisht e ndërveprueshme me aleatët në NATO dhe shtetet partnere për të mbështetur paqen në botë. Kjo është një rrethone mirë, pastaj edhe ka edhe përfitimet ekonomike. Sepse këto qëndrime brenda imponojnë, sjellin përfitimet e veta, mos futen tash në ato kalkulime që nuk janë për këtë natyrë të biseduit, dhe ka mundësi pastaj edhe për përmirësim të infrastrukturës, sepse duhet jemi, shife, NATO-ja nuk është vetëm organizatë ushtarake, është edhe politike. Pra, afekton me njëherë dhe proceset politike brenda qeveritare. Mos harroni se përballja e parë dhe vështirësia e parë që kanë hasur në Kosovë është për shembull infrastruktura hekurudhore, që se ka Kosova, dhe vështirëson transportin e mjeteve luftarake e tjera. Që ta imponon tani ti me investu sa më shpejt, me kriju këtë, sepse Defenderi është çdo 3 vit. Masnej është çështja e projekteve rrugore. Të gjitha janë pa përfunduara, kjo nxjerrën pa 5 vite dështim të mos investimit dhe përfundimit të projekteve rrugore, që janë buxhetet e zotuara, nuk janë projekte të reja. Dhe ky fakt që janë pa përfunduara e pa fuqizon. Imagjinoni veç shkurën Gjakov sot, rrugën Dolskrin.
Nuk ka makineri rënd që mu e përballon atë rrugë, tash po flasim për tonazhat mëdhaja, të armatimeve, transporterëve, luftarake të tjera. Pra, gjitha këto nxjerrin pa shumë tmeta, shumë mangësi që i ka sistemi në Kosovë dhe për cilat duhet përkushtohet tani tutje qeverit. E në një situatë të tillë bëhet imperativ për mbyllja procesit të krijimit institucioneve stabile sa më shpejt. Qoftë duke u vetëdijsuar kjo qeveri, se nuk është e mundshme më që ta imponoj një pushtet autoritar, një autokraci, që s'mbështetet fare në demokraci, që shtetin e ka mjet dhe pushtetin e ka pronë, për të administruar, jo për të qeverisur. Nuk ka ndodhur qeverisje këto vite, nuk po ndodh as tani. Pra, tani duhet ndalur me çdo kusht partitë që kanë bë historinë, që kanë hecur bashkë me historinë e krijimit të shtetit. Qoftë Lidhja Demokratike që ka ndërtuar një vizion politik për të saj. Qoftë Partia Demokratike që ka në ADN-n e saj pikërisht ushtrin shërimtar dhe luftën për krijimin, domethënë lirinë dhe ndërtimin e këtyre shteteve, këtij shteti. Dhe ka ndërtuar të gjitha raportet diplomatike, marrëveshje ndërkombëtare për ta sjellë vendin deri këtu. Nuk guxojnë të lejojnë që kjo të zhbedhë dhe të shkatërrohet me çfarëdo projekti që na vika një parti apo një qeveri, qoftë në Republikë Treta, çfarë ëndra të tjera kanë. Pra, këtu duhet veprim. Dhe qoftë nevoja edhe me shku, besoj se i kanë hargjuar gjitha rrugët. Dhe është pa se kjo qeveri po kalkulon në ato interesat e instalimit të autokracisë, nuk ka qëllimin të zhvillojë një shtet demokratik, ku demokracia zhvillohet mbi parimet e njohura ndërkombëtarisht dhe të pranoj asistencën ta ketë drejt për drejt në mbështetjen ndërkombëtare, por po provon ta bëj vetë izolimin e që është fatal për Kosovën dhe të ardhmen e saj. Zoti Berisha, faleminderit shumë për bisedën që zhvilluam edhe për kritikat e juaja që i dhatë ndaj situatës aktuale, si në aspektin politik, por edhe atë të sigurisë. Faleminderit edhe juve, besoj se do të reflektojnë. Urojmë. Ndërkohë në Serbi kanë rinisur protestat masive të studentëve të dielën ata